Të shtunën që lanë pas, Prishtina u kthye në epiqendrën e së ardhmës digjitale. Balkans Blockchain Summit 2026 pushtoi Klan Arenën duke bërë bashkë mendjet më të ndritura të inovacionit dhe duke vërtetuar një herë mirë se Web3 nuk është një botë e mbyllur vetëm për geeks. Kjo industri është tashmë një stil i ri jetese, një fenomen global ku Binance po dhe heq lojën. Platforma numër 1 në botë po e bën kripton jo vetëm lehtësisht të qasshme dhe atraktive për të rinj, por e ka kthyer një trend absolut të kulturës pop, duke bërë pjesë të këtij revolucioni edhe yjet më të famshëm të planetit. Çfarë kanë të përbashkët Cristiano Ronaldo dhe Weekend në Prishtinë këtë të shtunë? Përgjigjja është Binance. Dhe meqense teknologjia tashmë po bëhet çdo herë pjesë e përditshmërisë sonë, ne jemi në Balkans Blockchain Summit për të parë nga afër se si po ndodh kjo. Këtu do të shohim sot se si pagesat mund të kryhen më shpejt dhe si parat tona mund t'i mbajmë më të sigurta. E për këtë, ne kemi një intervistë speciale me Rachel Cullen nga Binance. Përpara se me folna me to, dua ta di se sa janë njerëzit gati këtu ta ndërrojnë kuletën e tyre me atë digjitale. Le ta shohim. Ne dolëm të pyesim të pranishmit për të kuptuar sa vërtet janë thonë kësaj pune dhe apo e dominojnë këtë treg. Ne që këshilla ma e mirë për dikën që do mja fillu pizzerës, është mas pari me pëllumtu tregun, mi këshyrë sene do më ka pak qyshjen, edhe numër 1 është shkollimi, do më mu specializun që të fush, mu certifikur edhe qka, e jo me hit direkt, apo kupton një investime reale, pa e ditë se qka i të dorë, se cilën pike të dorë më arrit. Menej që shkollimi edhe edukimi rrëth kësaj fushë, është sa një fort që do me diti kështë. Edhe një pyetje tjetër. A menon që të na në Prishtinë teknologjia tash shihet si argëtim ma shumë të trit, apo tash që më pa dhe si një mundësi për me arrit një sukses global? Po foli përësisht për shtetin, dhe për Prishtinën, menej që mas shumë t'jën të merë me argëtim, sidomos me video lojra sene, duke morë parasysh që edhe zhvillimi e AI-t ka ndiku shumë edhe sot janë gjitha mundësit, apo kupton për me rri, për mu certifiku në fushat ndryshme, duke morë parasysh edhe kryptot, cyber security, networking, apo çfarë do fushë tjetër. Kanë shumë mundësi, po interesi me ne që është pak i ullë, apo kupton edhe mas shumë të janë të bo mas teknologjisë, shkakut që pagesat po janë ma të mëdha në këtë fushë, apo kupton edhe nuk është aq interesimi shumë i madh rreth mësimit edhe specializimit në për këto fusha. Menej që mas shumë të përdoret për argëtim, për keq përdorime ndryshme, që shpo është TikTok e lami tjera. Po për të ardhmen, a menon se ka me mujt mu ndryshu kë sistem? Në të ardhmen menej që ko me pos shumë zhvillim, menej që edhe tritë e Prishtinës kanë mu vedisu, edhe gjithë Kosovës dhe kanë mu vedisu që teknologjia është një mundësi shumë e mirë për me arrit, kush e gjenë vetën në këtë fushë, e nuk do të më veç për të ardhura financiare ose diçka me hynë këtë fushë, ose nuk i priri, ose nuk e sheh vetën që edhe nuk mund me gjetë vetën këtë fushë. Po menej që me shkollim, me edukim, me këto konferenca që po mbohen në kryeqytet, këtë gjithë shka është free për me ardhë, me mësu, mu eduku, me për cilë njerëz të menqër, këtu ka njerëz edhe që mirën me cyber, me networking, jo vetëm me krypto. Kohëve të fundit, sidomos në Kosovë, kemi vret një trend të rritjes së interesimit të terrenëve që me përdor teknologjinë për me mësu diçka, me kriju diçka, edhe kjo është ndoshta ndjesja më e mirë kur na si tri e shohim njëri tjetrin tu arrit edhe përkrahim njëri tjetrin në këtë aspekt. A menon që teknologjia apo tri tash kanë me ndryshu këtë sistem që mos me përdor teknologjinë veç për argëtime, për lojra, po edhe për me pa dhe si një arritje për ta? Po gjithsesi, ne vrejmë që ka shumë e ma shumë të rinj që interesohen me kriju karrierë në fushën e teknologjisë, edhe non-stop mbahen evente të ndryshme qoftë për me mësu ose me u lidh me njerëz në botën e teknologjisë, trend janë ata të parët që interesohen për me marrë pjesë. Edhe për fund një pyetje, a ke edhe ndonjë këshill për trit mja u jap që për shembull kur dëgjojnë ty me pa që për një men nuk është veç për me lujt me lojra, me teknologji, whatever, që shënë të e përdor edhe ata, po një këshill për ta?
të rinjt i kisha këshillu që sa më shumë me ndjek se cilën mundësi që u ofrohet, se asnjëherë nuk e din ndoshta ku mundesh me përfundu edhe çka mundesh me përfitu. E teknologjia është pikërisht ajo fusha ku munden me përfitu edhe në aspektin personal, por në atë aspektin e rritjes edhe në karrierën e tyre. Për të na dhënë një pamje nga brenda të këtij revolucioni që po bashkon botën e financës me show biznesin, Priveba Libertas Pahiu kapi një intervistë me Rachel Conlan, një nga drejtuesit globale të Binance. Welcome to Pristina. Kosovo is widely recognized as for having the youngest population in Europe and an incredibly active youth in the digital space. How has your experience been in the city so far? Like, what is your very first impressions regarding the energy you have felt here? I've been here in Pristina 24 hours, and obviously I know a lot about Kosovo and the broader Balkans region through the amazing partners we have who've educated me, but I've been totally blown away by the energy and the entrepreneurialism. You know, you do have the youngest population in Europe, and that shows. But what's standing out to me more is just the desire to contribute and give back, not just to the Balkans, but really think about what is entrepreneurialism at a global scale. And that's something I'm really seeing here at the conference. That's really great. And since its inception in 2017, Binance has experienced astronomical growth and rapidly becoming the #1 platform in the world. So can you tell us, like, for our audience, they are eager to understand your journey, how did this project transform into a global giant so quickly, and how are you shifting the narrative so that Web3 is no longer viewed as something extremely or exclusive to geeks or nerds, but rather as seamless, effortless part of our daily lifestyle? Look, I think we have moved away from where we were historically, which is what I describe as the prohibition era, to now, which is the acceleration era. You know, we are very lucky to sit at 317 million users across over 180 countries, and we've added over 170 million users in the last 2.5 years. And I think what is testament to that, though, and what has driven the growth from day one 9 years ago, when our founding team was in a small room together, like launching the platform, not knowing what to anticipate, was the focus, first of all, on users. And I would say that focus, I would classify as user obsession, and really being able to anticipate and understand what users want, but also being able to understand how we service users in the best possible way. And I think the second thing that's really set us apart is community. You know, we built at the local level, we built grassroots with education, much smaller events than this. We're very privileged to be at this beautifully produced event today. But I think it's really never forgetting where our roots are from, and I think that's really been like a driving factor in why we are in the position we're in today, as what we like to say, the world's largest local exchange. Yeah, totally. You have spearheaded iconic campaigns, bringing Binance together with global superstars like Cristiano Ronaldo and The Weeknd. So tell us, what has it been like bridging this narrative or massive names into Web3? Yeah, look, I came from the sports and entertainment space before I came into crypto 5 years ago. Really? So I've always been blown away by the way that culture helps translate what is technology and its benefits. And I think that's something that the campaigns that we've done, whether that be with CR7, that's the greatest icon in sports globally. I know some people would challenge me on that, but I take that position. Whether it be The Weeknd, that's one of the greatest entertainers in the world, whether it be through our F1 partnerships or our local partnerships that we do all over the world. Really what those help do is act as translators and act as another form of education for the many individuals in society that are still exploring and have yet to enter into this space. Furthermore, if you were to create a special NFT to celebrate our culture in Pristina, such as our famous macchiato or our world-renowned music artist, what do you imagine this digital asset would look like? Oh wow, that's a tough question. It has to be something on the culture. Like, I don't think you can describe it in just a coffee NFT or just a Dua Lipa meme coin. Like, I think it has to be much more. Yeah. Like, for me, it needs to be like an ode to the city of Pristina, which is obviously beautiful, but also going through like an incredibly positive social
infrastructure, and technological transformation. Yeah. And I think that's something that the youth here are driving. And I think that's something that, everyone, that badge should be something that everyone gets to celebrate. Yeah, totally. And to wrap this up, what is the next big step in Binance's global roadmap? And what inspiring message do you have for the young people in Kosovo that are watching you right now and who dream of achieving global success and leaving their own footprint in the digital industry just like you? Look, I think Binance is moving beyond being perceived and known as what is a trading exchange where you hold or where you trade assets. It's really becoming a financial super app, akin to like what an Alipay has done in Asia and beyond. And really what we see with the new products that we're introducing, we're really kind of rebuilding what is the financial ecosystem and infrastructure as we know it. So rather than anyone think about Binance's trading platform, I'd love for people to think about Binance's infrastructure. That would be my one ask. To the youth of Kosovo that are so critical in driving what is next, and I think here is a perfect forum for that. The physical manifestation of this Balkans Blockchain Summit is really, AI democratizes automation intelligence. Blockchain democratizes access, transparency, global markets. I would say to anyone at home who's thinking about an entrepreneurial endeavor or thinking about what they can do next, it's think big. Don't just think to build for Pristina or build for Kosovo or build for Balkans, build for the globe. And I think that's one thing that I love about this space is you no longer need to be based in San Francisco or New York or London or Hong Kong to build the next super company. And I think that's something that I hope the youth of Kosovo embrace, and that when I come back here in a couple of years' time, I get to witness some of that. Thank you very much. It was such a pleasure to meet you and have this interview Really together. nice to meet you. Thank you. E ardhmja nuk është më një iluzion I largët. Ajo po ndodh tani dhe tregu I ri po flet fuqishëm edhe shqip. Prishtina u tregua e gatshme për të qenë pjesë e këtij revolucioni. Ndaj deri në samitin e radhës, bëni mirë t'i mbani syt hapur sepse inovacioni nuk pret askënd.